kam nderin t'jap fjalën kryetarit Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha. Ne mbyllim sot protestën tonë për të filluar vitin po me protesta. Kudo që shkoj, gjej një vendosmëri absolute për të ndarë me këtë të keqes sa më shpejt. Shqiptarët presin me padurim largimin e kësaj bande nga pushteti. Ju garantoj ju se opozita është sot më e vendosur se kur të përmbush misionin e saj. Në këtë shesh i lirisë, gjersa nga ajo ndërtesë të shporim binomin që ka vjedhur dhe përçmuar më shumë shqiptarë të tërë historinë tonë kombëtare, Edi Ramën dhe Lubi Ballukun. Të rinjtë e Vlorës, qytetarët e Vlorës mbushën sheshin dhe bëjnë përgjegjëse Edi Ramën dhe qeverinë për situatën e tyre dramatike. Por si Vlora, problemet të tilla ka gjithë Shqipëria, ndëshkime qeveritare ka gjithë Shqipëria. Kosova çdo krizë e zgjidh në përputhje me ligjin. Kryeministri i Kosovës nuk ban koordinator krimi, por ata pavarësisht nga etnia i dërgon para ligjit. Qeveria atje lufton fort për veprimtarinë më transparente, ndaj dhe zgjidh çdo krizë, çdo problem në mënyrën më demokratike.